publikun. Ka një gjë, ka vetëm një gjë, për cilën kam kërkuar ndjes, dhe edhe aty ka qenë një gabim krejt pa dashje, por ama gabim, për cilin kam kërkuar ndjes, kur kam folur për autizmin politik. Autizmin politik, për gjithë ata që janë të interesuar dhe mund ta kërkojnë, është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, nuk është diçka e krijuar për të thyer apo për të lënduar askënd, mirë po, dhe me shumë të drejtë, dhe këtë u desh të gaboja që ta mësoja, prej disa kohësh konsiderohet i papërshtatshëm. Dhe diku kishte mbetur në mendjen time, e doli pa dashje, krejt pa dashje, duke folur. Dhe patjetër që i gjendur në kushtet kur ndjeva se mund të kem lënduar prindër të fëmijëve autik, kërkova ndjes shumë sinqerisht. Dhe patjetër që mund ta pretendoj këtë gjë, nuk është hera e parë që unë gaboj, kam bërë edhe në ndonjë rast tjetër atë që duhet bëj dikush që gabon, kam kërkuar ndjes. Tani, ma gjeni dot një tjetër udhëheqës politik shqiptar që ka kërkuar ndonjë ndjes? Unë nuk e kam parasysh ndonjërin, edhe nuk di që ndonjëri të kërkuar ndjes. Ndërkohë që kur vjen puna tek gjuha, si shpjegohet që këta njerëz, të cilët çdo natë, çfarë nuk thonë? Çdo natë flasin me një gjuhë ekstreme. Unë personalisht jam shënjestra kryesore e kësaj gjuhe. Kriminele, hajdute, mafioze, çfarë nuk thonë? Asnjë provë deri më sot. Asnjë provë deri më sot. Vetëm dokra. Vetëm llafe. E pi verën 33.000 euro. Lëshohet një fjalë në rrugë. Edhe përsëritet dhe bëhet e vërtet. Dhe pastaj kthehet në akuzë. Dhe pastaj akuza komentohet. Dhe pastaj për këto komente ti je fajtor. Po ç'a është ky mohabet? Ndërkohë që unë personalisht mendoj se në ato që them, kur përdor një gjuhë simbolike, kur përdor metafora, merrem me thelbin e çështjes. Thonë, ç'është ky muhabet? Edi Rama bën fushat, një herë timoni, një herë tepsia, një herë pasaporta tani ka dalë. Po hajde ti marrim me radhë. Hajde ti marrim me radhë të tëra edhe të shohim si kanë rezultuar. Kur unë thosha, ma jepni timonin, që të drejtoj pa të tjerë në prerë, sepse ndryshe s'bëhet reforma drejtësi. U bë apo s'u bë? Dua një drejtësi që godet majtas dhe djathtas. U bë apo s'u bë? Kush e bëri? Sta më du mu e bëri? Timoni pra. E bëri Timoni. Sepse nëse nuk do ishim forca e vetme në qeveri, me këtë vendosmëri nuk bëj reforma drejtësisë. Gjithë ata që janë rreth rrotullnesh nuk e duan spakun, nuk e duan këtë që po ndodh.